Tani, kompania Mapco e Bexhet Pacollit pretendon se ka investuar miliona euro, pra rreth 300 milionë euro të investuar në aeroportin e Vlorës dhe se nuk ka marrë asnjë njoftim nga ana shtetit shqiptar, pra kështu pretendohet, nuk ka marrë njoftim për shkuarjen drejt zgjidhjes së kësaj marrëveshje koncesionare, pra anullimin e kontratës koncesionare për të qenë më të saktë. Dhe se ky anulim, sipas kompanisë Mapco, vjen pas veprimeve të palishme të disa përfaqësuesve shtetëror. Tani vlen të kujtojmë se gjykata e lartë ka gjetur më herët në maj 2026 shkelje të qëllimshme në tendrin fillestar 2020 në drejtimin e ish-ministrit Balluku me paralelizëm të skemës me tendrin e tunelit të Llogaras. Pra, kjo është ajo çfarë dyshohet. Tani avokat Leonard Karaj, ku jemi me këtë histori? Ne e patëm prekur, ju e patët sqaruar se si ishte e ndarë çështja e përqindjeve të investimit, për plaset, mirë po vim në një pikë që aeroporti nuk është hapur dhe po kërkohet anullimi i kontratës. Ku po shkojmë? Atëherë, mos i kthejmë dhe një atyre që kanë shpjeguar në lidhje me aeroportin e Vlorës. Në fillim gafa ose problematika ka ardhur për shkak të mënyrës se si e ka trajtuar shteti shqiptar të kontratë, po mundohem ta ledatoj fjalën për të mos thënë pjesa korruptive që ka ndodhur në fillim të kësaj kontrate e firmosur nga zonja Belinda Balluku si ministre e linjës dhe si zëvendës kryeministre, kurse sot jam në mbështetje të shtetit shqiptar për iniciatimin që ka marrë duke, më ndjeni këtu, duke mos krijuar një teori konspirative e cila ndodh gjithmonë kur kemi të bëjmë me kontrata të këtij tipi, që në shumë raste shteti shqiptar i ka zbër duke i favorizuar ata të cilët kanë qenë pjesë e kësaj kontrate të fituar pastaj në arbitrazh. Pra, atë që po dua të them është, uroj shumë që kjo të mos jetë një lojë e qeverisë shqiptare dhe e zotit Bexhet Pacolli për të marrë të paktën pjesën e arbitrazhit para që mund merren në arbitrazh. Beson që ndjes si po e them, beson nar që kjo ishte pyetje që do të bëhet sepse realisht edhe unë këtë dyshova dhe shpresoj të ngelet thjesht kuadër dyshimi që mos provohet kurrë që të jetë kështu historia. Po aty na shkoi mendja. To janë histori të cilat është shumë e vështirë domethënë që të provohet e kundërt, provohet kjo që ne i themi. Por ama fakte konkrete juridike në të shkuar në afër na kanë treguar domethënë që shteti shqiptar ka humbur në arbitrazh me një lehtësi të pabesueshme. Fakti që ti humbet me një lehtësi të pabesueshme do të thotë domethënë që duket qartësi që ti e bër pjesë e atij arbitrazhi. Tani unë nuk më e mend të Andi që nga viti 2014 që shteti shqiptar ka fituar një çështje në arbitrazh. Ora një tek. Të tregoj një moment, ne kemi avokaturën e shtetit, si institucioni i cili mbron shtetin shqiptar në përballjet ndërkombëtare, për të qenë korrekt me audiencën. Më kujtohet që disa vite përpara në një shkrim që po kërkoja të bëja investigativ që sa milion ka humbur shteti shqiptar në arbitrazhe ndërkombëtare, avokatura e shtetit në atë kohë në ardh më refuzon përgjigjen duke thënë që shikose ne nuk mund të japim përgjigje sepse një pjesë e proceseve gjyqësore janë ende në zhvillim dhe kërkohet le të themi mund të prishet cënimi i përfaqësimit dhe çojë te komisioneri për të drejtën e informimit publik dhe diskriminimit. Fitoi gjyqin aty, filloi atë seancë dhe i kërkoi pra detyron le të themi komisioneri avokaturën e shtetit që të më kthente përgjigje dhe sërish më ktheni përgjigje për një dy vlera shumë nga 2-3 milion euro dhe nuk ma ktheu kur përgjigjen e plot sepse ishte edhe pamundur atë kohë që unë vazhdoja ta ndiqja në gjykata administrative e tjera me radhë, po du të them që ka pas gjithmonë një lloj sikleti për këtë historinë e arbitrazhit ndërkombëtar. Ka qenë gjithnjë e vështirë. Më lejo të bëj pyetjen. Nëse investimi në aeroportin e Vlorës është rreth 300 milion euro, sa mund të shkojë arbitrazhi? Është e njëjta vlerë që kërkon kompania mbrapsh? Ja, mund të kërkoj edhe 2 fishin edhe 3 fishin asaj vlere. Kjo në raport dhe me kamat vonesa dhe me dëmin e shkaktuar si dhe me fitimin e munguar. Duhet të kuptoni një gjë. Kontrata e aeroportit Vlorës është kontratë koncesionare. Më duket se është 35 vjeçare. Po. Ashtu.
Tani, pala në rastin konkret, zoti Pacolli, apo dhe Valon Ademi, se da ai është palë në rastin konkret. Unë nuk e di domethënë që thot vetëm zoti Pacolli, po mund ta shojë dhe zoti Valon Ademi në arbitrazh për të fituar kundër shtetit shqiptar gjithmonë po flasim. Mund të kërkoj përfitimin që mund të merrte në qoftë se kjo kontratë do përfutonte pas 35 vitesh. Sigurisht kjo gjë do duhet provuar në gjykatën e arbitrazhit po flas. Nuk është edhe aq e thjeshtë të kuptohemi. Por këtu ka një të vërtet të madhe të cilën shteti shqiptar për mendimin tim juridikisht ka të drejtë. E kam fjalën për pjesën e fundit, fundore. Pra për iniciativën që ka ndërmarrë tani më, jo për atë çfarë bëri në fillim, kur firmosi kontratën. Që është? Që është fakti domethënë që shteti shqiptar nuk mund të jetë seirxhi në një debat aksionerësh, në një konflikt aksionerësh. Dhe duke qenë se është firmosur një kontratë e cila do duhet të kishte përfunduar që një vit më përpara, pra aeroporti i Vlorës sot duhet të ishte në funksion. Do duhet të ishte inauguruar andi. Ta bëj dhe një pyetje ndryshe, referuar kësaj që ju po thoni se po më pëlqen argumentimi juaj që shteti shqiptar nuk do duhet bëjë seirxhiu. Fatikisht ndeti ca kohë atëre, por mori masa ka mbështypjen. Një moment, tani çfarë ka shteti shqiptar kur punimet vonohen për shkak të dy aksionerëve të kësaj kontrate koncesionare që përballen me njëri tjetrin, dhe vonesat ndoshta vijnë për shkak të atyre investitorëve. Po këtu pra shteti shqiptar nuk mund të bëjë seirxhiu në rastin konkret në aeroportin e Florës dhe në asnjë le të themi punë publike koncesionare të dhënë me koncesion, sepse për ti kur nënshkruan një kontratë, ajo kontrata ka afate ligjore, ka edhe penalitete të rezervuara në të. Aeroporti i Vlorës do duhet kishte përfunduar, shteti shqiptar nuk ka penguar asnjërin nga dy koncesionarët, o le të themi nga dy personazhet, zotin Becit Pacolli dhe zotin Ademi, që të përfundojnë punën. Debati ka qenë midis atyre të dyve. Sigurisht, zoti Pacolli mund të thotë me drejtën e vet që mua më ka penguar gjykata shqiptare shumë ECA-ket e tjera, domethënë që lidhen kryesisht me pjesën ligjore, gjyqësore, procedurale. Por ama këtu nuk futet shteti shqiptar, se qeveria shqiptare ose ministria nuk mund të bëhet pjesë të shkojnë gjykatë dhe i thotë jepi të drejtë andit apo jepi të drejtë nardit. Dhe në momentin kur ti ke kaluar çdo afat ligjor, ke dy gjëra, ose do shkohet drejt penalitetit, ose do shkohet drejt le të themi zgjidhjes së njëanshme të kontratës, të koncesionit. Në rastin konkret, shteti shqiptar ka shkuar drejt kësaj zgjidhje të dytë, pra përprishjen e njëanshme të kontratës, koncesionit, do marrin veprën, pra ai sa është, do ta marrin, le të themi, në administrim. Pastaj nuk e di se si mund të shkojë historia aty, ndoshta me shumë gjasa, duke ja dhënë dikujt tjetër dhe duke i kthyer parat e investuara palve, zotit Pacolli apo zotit Ademi, e me qëllim që pasaj kjo vepër të ngelet pjesë e shtetit shqiptar ose të bëhet pjesë e një konsorciumi të ri, i cili do ketë mundësi që ta përfundojë dhe ta vëjë në funksion. Interesi i Shqipërisë, i qeverisë shqiptare, i qytetarëve shqiptarë është përderisa u bë një vepër e tillë, do duhet të vihet në funksion. Sigurisht unë po flas andi këtu, sikundër mos ketë as edhe një lloj teorie konspirative. Sepse neve nuk duhet të harrojmë një gjë të bukur. Ne inauguruam dhe aeroportin e Kukësit përpara 3 vjetësh, po ta kujtosh ti, dilte në Athmallnia dhe thoshte tani çuna e Londrës do për 2 orë nga Londra në Kukës. Po a e diti andi që avioni fundit që është ulur apo është ngritur nga aeroporti i Kukësit është i datës 13 qershor 2023? Para 3 vjet. 3 vjet që aty nuk ulet e nuk ngrihet asnjë lloj avioni, po thjesht bëjnë ca gara me makina dhe ca autoshkolla aty, edhe kaq, asnjë. Është kthyer në një lloj derexheje aeroporti i Kukësit. Tani unë uroj që të mos bëhet në modhin e njëjta gjë edhe në Vlorë, se pastaj do jemi domethënë ku thret Qameti. E qartë, mirë. Shpjegim shumë mirë nga ana juaj avokat për sa i përket teknikaliteteve ligjore, për sa i përket asaj se çfarë po ndodh pra në aeroportin e Vlorës, siç e thash edhe në hyrje të trajtimit të temës, është një histori që ne kemi trajtuar sepse bëhet fjalë për klauzola ligjore dhe për paratë të cilat janë të taksapaguesve shqiptar në një moment të caktuar, nëse gjërat do dështojnë, nëse kompanitë të cilat kanë marrë për ndërtimin e tij nuk do shkojnë deri në fund, siç po ndodh aktualisht, dhe që
mund të përfundoj historia ashtu siç ka ndodhur qoftë me rastin Begeti që janë vlerat konsiderueshme rreth 120 apo 130 milionë euro, ndërsa rasti konkret mund të jetë ndoshta edhe pak më i hidhur. Që shpresojmë shumë që të mos shkojë aty dhe që shteti shqiptar sigurisht ketë të drejtën e një përfaqësimi të mirë në arbitrazh ndërkombëtar nëse çështja shkon aty dhe që sigurisht përfitojë dhe që aeroporti i Vlorës të mbetet një aeroport funksional për të ardhur në tim turizmit shqiptar, duke qenë se është i pozicionuar le të themi në pjesën jugore të vendit.